shtrues detyre, atje kryes detyre, njëkohësisht deputet, ata vota tyre është e pavlefshme dhe në momentin që ti merr votat qeveria e Glauku Konjufsës, nga i moment do të shkoj lënda në gjykatën kushtetuese dhe gjykata kushtetuese do ta shpall null vendimin për formimin e qeverisë, sepse 7 vota që janë njëkohësisht ministra edhe deputet absolut nuk kanë drejt të imbojnë 2 karriga në të njëjtën kohë. Atje të propozoj veten për kryeministër ose për zëvendësministër, kryeministër, këtu vjen të votoj, nuk ka asnjë logjik, edhe kjo është krejt jashtë kushtetuese, jashtë ligjit të kuvendit edhe jashtë ligjit të qeverisë, andaj themi që edhe nëse ka lënë pas një kohë të shkurtër do të shpallet zero kë vendim, sepse nuk ka lënë, sepse është veç Albin Kurti për 8 muaj e më tepër është në shkelje bashkëdueshme të kushtetutës, duke shkelur 50 herë më tepër kushtetutën, andaj krejt këto shtyrje, krejt këto janë lojra politike për të afruar sa më afër janarit të periudhës kur Evropa perëndimore të bashkëvendasit tonë, të cilët jetojnë perëndim, të jenë mundësi edhe një herë të votojnë edhe të vinë në Kosovë, edhe një herë t'ja japin një mandat, por unë me bindje të plot them që Albini më nuk do ta ketë fuqinë që e kishte deri sot. Uroj që të shkojmë sa më parë në zgjedhjet parakoshme, edhe në ato zgjedhjet parakoshme ta kemi një numër më të vogël se 40 deputet të lëvizjes së vendosje dhe vetëm kjo e shpëton Kosovën. Përndryshe asgjë tjetër, as me qeverinë e Glaukut, as me një qeveri të vetëvendosjes, Kosova nuk mund të ecë përpara. Po, fakti që Kurti po i bën to manovra pak ditë para balotazhit të zgjedhjeve për raundin e dytë të komunave, mendoni që do të ndikojë te perceptimi popullor qytetar që është opozita që po e bllokon? Opozita nuk është duke ditë ta luaj lojën, opozita është vërtet në këto momente shumë e dopt politikisht, edhe me vendimet që po i merr Kurti tash për rritje të pensioneve, rritje të subvencionit për nëna lehona, për fëmijët, për pensionistët, të gjitha këto janë vetëm lojra politike, se s'ka asnjë shans të kalojnë. Edhe opozita po frikohet se pastaj do të që edhe po hesht nuk po reagon. Derisa qëllimi është që të ndikohet edhe në zgjedhjet për balotazh, por megjithatë mendoj që vetëvendosja do të ketë shansa ta fitoj Gjilanin edhe një herë, edhe eventualisht 2 komuna tjera, por në shumicë LDK-ja edhe PDK-ja do t'i fitojnë komunat. Sepse vota e vetëvendosjes në zgjedhjet lokale që ishte para 3 javësh, ajo vot pak do të jetë në gjendje të ndryshojë. Dhe gjithkohë aty ku i kemi të parët, ata do ta kenë mundësinë shumë më të madhe për ta fituar balotazhin. Unë kam një përvojë shumë nga viti 2013, kur ne kemi pas një subjekt në nivel komunal, një subjekt me 6.000 vota, kemi lidhë koalicion me partinë, me njërën prej partive, i kemi ndihmu, por 6.000 vota tona janë ndësh. 3.000 vota kanë shku për kandidatin që ne si subjekte kemi propozu, por 3.000 vota ose nuk kanë dalë fare, ose e kanë votu kandidatin tjetër. Kështu që ata që arrin ta bëjnë koalicionin me subjektin e tretë, e ai subjekti i tretë ka vota spaku dyfishin, e asaj që i nevojiten kandidatit parë, atëherë del fitues kandidati i parë. Për shembull, është shumë në pikë kritike Mitrovica. Po atë do ju pyetja. Është në pikë kritike Prishtina. Prizreni fiton zoti Tutaj. Pa asnjë problem, le të bëhet ai Zafer Berisha
le të bëjnë koalicion si të donë. Edhe pas një koalicion heq, zoti Tota e fiton. Mitrovic, ai djalli i ri, Arjan Tahiri, është jashtëzakonisht i përgatitur mirë. Këta deshen t'ja bëjnë një shantazh dje, partje më duket me lëshimin e pendes ujit për t'ja